Me mbrëma të nderuar shoqërues. Mirë se erdhët në emisionin Debat me Fakte, këtu në studiot e portalit informativ Fakti Ditor. Në hapje të këtij sezoni kemi të ftuar një nga figurat më të rëndësishme në skenën politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Ish kryetar komune, tani deputet dhe lider partie. Sonte do të flasim mbi aktualitetin politik, zgjedhjet lokale të 19 tetorit, por edhe çështje tjera që prekin interesin e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Me mbrëma dhe mirë se erdhe në emision zoti Sela. Me mbrëma, faleminderit për ftesën. Me që jam fillim sezoni, siç paralajmërohet, uroj të jetë i mbar. Faleminderit shumë. Të uroj suksese. Faleminderit. Do të fillojmë me pyetjet. Urdhoni. Si e vlerësoni fushatën elektorale apo më saktësisht fushatën paraelektorale dhe të retorikën e ashpër që po përdorin partitë politike shqiptare në të dy kampët, si vlen ashtu edhe nga AKI, duke cilësuar dhe akuzuar njëra tjetrën si shëbyes të botës serbe? Apo i ndan kjo retorikë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut? Unë para pëlqej gjërat thuan ashtu siç është dhe mos përfshihen në një konstatim të gjithë bashkë. Apo, sepse kur thuhet që fushatën elektorale ka karakterizuar akuzat të ndërsjella dhe t'i vendosh në një rrafsh të gjithë, unë mendoj që nuk është me vend. Sepse brenda skenës politike ka emra të përveçshëm, të cilët gjithsecili do duhet përgjigjet për retorikën të cilën e përdor. Alanca Kombëtare për Integrim paktën nuk është marrë me bllokun tjetër, po them me Vlenit, me komponentin shqiptar brenda qeverisë. Ne thjesht gjatë fushatës jemi marrë me VMRO DPMN, këtë llogarisim realisht kundërshtar kryesor. Në lidhje me botën serbe që ju e përmendët, ne në lidhje me këtë temë kemi folur për rreziqet që na kanosën si shqiptar dhe si shtet për orientim të Maqedonisë së Veriut drejt lindjes e elementeve të cilët shqiptarëve nuk ua do mirën, por as edhe maqedonasve, që mundohen që Maqedoninë e Veriut të fusin në hartën e vendeve në të cilën mund nxisin konflikte për hesapet tyre për të pastruar dhe për të pas pozicionime negociuese më të mira në Ukrainë e Gjetiu, apo dhe botën serbe për hir të së vërtetës nuk e themi ne tani më që Maqedonia çdo ditë orientohet në botën serbe. Bëhet pjesë e botës serbe, por të thot Parlamenti Evropian me vendimin në lidhje me Maqedoninë, ku kanë votuar, dhe ato shprehin shqetësimin që Maqedonia e Veriut çdo ditë bëhet pjesë e botës serbe çdo ditë më tepër për influencës saj. E tani, përpara këtyre fakteve, VMRO DPMN-ja hesht dhe nxit faktorin politik shqiptar brenda qeverisë, që pastaj të merret me kundërakuza ndaj Aleancës Kombëtare për Integrim. Kështu që kjo është e vërteta në këndvështrimin tim, nëse ju keni ndonjë këndvështrim tjetër, urdhënoni, më thoni, më demontoni, s'ka asnjë problem. Mendoj që gjithë ka një këndvështrim për shkak duke marrë parasysh edhe deklaratat e çdo ditëme që japin dy palët, si vlen edhe ashtu. Insistoj, s'ka dy palët. Insistoj, mendoj që ndoshta insistimi më i madh vjen për Bashkimin Demokratik për Integrim, që është pjesë e AKI-s, Aleancës Kombëtare për Integrim, dhe kjo në një mënyrë krijon edhe atë pasqyrën e përgjithshme se është qëndrimi i AKI-s. Konkretisht, në çfarë ka thonë, po them në këtë rast, si pjesë e koalicionit beslidhjes AKI, çfarë ka thënë eksponenti veçantë i BDI-s që thuhet. Po për shembull kanë bërë akuza për bankën serbe. Kanë bërë akuza për lidhjet energjetike, për Banka serbe është në realitet që u bë në kohën e qeverisë Vlen VMRO, dhe ajo bankë u themelua në Maqedoni, pa çka se premtimet parazgjedhore në zgjedhjet nacionale të vitit të kaluar ishin themelimi i një banke shqiptare. E kuptoni, më thënë nga lëvizin gjërat, premtohet në bankë shqiptare dhe nga ana tjetër sillet një bankë serbe këtu në Maqedoninë e Veriut. Kështu që, këto nuk janë akuza, janë gjëra me të cilët duhet merret opozita.
Apo, kishin po atë shumë dëshirë që t'jemi në opozitë. Pra, opozita këtë bën flet për të vërtetat që ndodhin. Tani, nuk mund quhet ashpërsim fushate, kur opozita thot që ngren tezën, ç'kërkon investitor sërb t'i bëjë donacion komunës Tetovës. Pre kur ndodh? Ku di unë që një shtet që i pengon në stadium të përdoret, ku di unë, simboli Shqiponjës, apo, dhe i konvenon, ose i pengon, ku di unë, gjua që t'i flet, qoftë edhe një qytetar i zakonshëm, që kalon rrugës për në Serbi dhe nuk e din se si del deri më ata në kufirit tjetër. Tani, kjo Serbi në pas kështjene interesuar për dhënë donacion 800.000 euro një komune me shumicë shqiptare. Tani, kjo nuk është ashpërsim fushate, po thënja e një të vërtete, për të cilën ai që ka marrë këtë donacion grant, apo dhe duhet të jap llogari se pse, e qysh, e tek, pse ndodh, dhe në qoftë se hyn në detajet, të paktën e informatave që unë kam, në lidhje me këtë grant, në qenë ka një kompani e regjistruar para ca vitesh, pa ndonjë qarkullim të madh parash që pastaj donon para dhe që i bjen që kjo kompani sërbe, jo që është kompani sërbe, por lind pikpyetja, kush i donon këto para tani? A qeveria e Serbisë? A eksponent brenda qeverisë të Serbisë të cilët kanë bërë edhe probleme rajon? Këto janë gjëra të cilët unë nuk kam informacione, po për sa kohë ti nuk e jep informatën e saktë dhe ka dyshime që është një kompani që s'ka pas më duket të ardhura më tepër se 200.000 euro prej kur është investuar, lind pyetje nga i ose 2 milion, nuk e di sa ishte, nga i gjen 800.000 për të bërë donacion. Më thonë, këtu ti më jep drejtën që unë edhe të spekuloj, përderisa nuk përgjigjesh. Ose, përderisa ta jep të drejtën dikush që të përgjigjesh edhe me ironi, të ironizosh. Fjalën e lirë unë e quaj, kur ironizon gazetarin. Apo jo. E për shumë tema të tjera. Kështu që fjalën e kam, s'janë akuza këto. Këto janë gjëra që kanë ndodhur, për cilat opozita e ka obligim, e ka me funksion detyre, të thotë këndvështrimin e vetë. Unë kam qenë kryetar komune, nuk ka bët donacion ndonjëherë në një nga këto shtete që i apostrofova në fillim, ku di unë bota sërbe, tjere. Vetë donacioni i jep vërtetësi, nga vjen, i jep vërtetësi asaj që ne themi, që Maqedonia e Veriut, fatkeqësisht për ditë, po bëhet çdo ditë më tepër pjesë e kësaj bote. Dhe ne si shqiptarë nuk duhet ta tolerojmë një gjë të tillë. Ne duhet jemi vetëm pjesë e botës të Bashkimit Evropian, në aleancë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju, zoti Seleni, për folur si kandidat i mundshëm për komunën e Strugës. Pse zoti Sela nuk ndjeki shembullin e Izet Mexhidit apo Bilal Kasamit, të cilët kandiduan, njëri respektivisht për Tetovan dhe tjetri për komunën e Çajrit? A ka ndonjë marrëveshje brenda AKI-s që liderët partijak të mos kandidojnë për komunën? Jo, nuk ka marrëveshje brenda AKI-s. Jo vetëm brenda AKI-s, por brenda çfarë do lloj koalicioni që mund të kem pasur në të kaluarën. As nuk i përzihem partnerit koalicionit brenda se ka nxjerr kandidat, por as nuk lejoj që dikush të më përzihet se ka nxjerr un kandidat. Ky është qëndrimi im i përhershëm parimor, për shkak se partneritetet kështu ndërtohen. Apo jo. Kështu që ju më bëni pyetje pse unë nuk u kandidova për kryetar komune. Unë kam hecë në atë rrugë. Dhe natyrisht që kam lënë gjurmët e mia në drejtim të asaj. Unë t'i përmend gjithë projektet që i kam bërë për Strugën brenda asaj periudhe që kam qenë kryetar komune. Natyrisht që mu tani më presin sfidat e reja duke pas parasysh që ajo që mundohet të bëj VMRO DPMN-ja në këto zgjedhje lokale është vazhdimësia asaj që bëri vitin e kaluar me Aleancën për Shqiptarët, mbasi u kriju mundësia, kriju ajo largimi im prej kreut të partisë, krijoi atë
momentin e ndjeshëm në aleancë për pas ndërhyrje për ta shkapërderth aleancën për shqiptarët. Dhe unë u riktheva në udhëheqjet e aleancës për shqiptarët dhe unë nuk kam më tani kohë që të merrem me probleme lokale, sepse puna im që mpret është më e madhe se sa një komunë. Aq më tepër që një kryetar partije ndoshta është i papërshtatshëm për qenë kryetar komune, sepse kryetar komune i gjithë qytetarëve, apo? Dhe nuk dua që komunat të jenë në shërbim të të partisë politike dhe kryetari i partisë duke pas obligime tjera t'i lej disa punëmangët në komunë, duke pas parasysh që ka marrë mandat nga qytetarët. Kështu që tjetra, Aleanca për Shqiptarët që unë udhëheq ka plot kuadro, të cilët janë edhe më të mirë se Zjadin Sela dhe që do dinë me përkushtim t'i udhëheqin komunat, edhe Strugën, siç është doktor Arsim Dalipi në rastin konkret, dhe me rëndësi është që fryma dhe mënyra se si qeverisë Aleanca për Shqiptarët është i gjallë, pa marrë parasysh a jam unë kandidat, apo është ndonjë tjetër kandidat i zgjedhur prej Aleancës për Shqiptarët. Dhe kjo fryma e dilni cili është, që ne e diskutojmë në kuadër të forumeve partijake tonë. E para dhe esenciale, shumë e rëndësishme. Demokracia ka plot definicione, po një ndër definicionet që duhet gjej zbatim në këtë rrethanat tona këtu është përgjegjësi përpara premtimeve që jep. Dhe jo rastësisht Aleanca është ndër vetëm subjekte politike që prej kur është krijuar çdo herë ka ditur që të mbaj premtime që u ka dhënë qytetarëve. Qoftë në 2016 në zgjedhjet e para parlamentare kur morëm pjesë me aq pak deputet, ne realizuam premtime brenda 100 diçit që u dham qytetarëve. Erxuam një regjim, zgjodhëm një nga pozicionet e shtetit shqiptar, edhe me probleme, bëm ligjin për përdorimin e gjuhëve, në 2020 premtuam ligj për në nga opozita e kemi bërë, kështu do t'jetë qasja edhe këtyre kandidatëve tanë dhe kryetarëve të komunave, ato që premtojnë mos kenë asnjë dilemë që do të realizohen si premtime. Zotër Sela, si e vlerësoni faktin që në komunën e Strugës asnjë nga partitë politike maqedonase nuk kanë nxjerrë kandidat, ku VMR do PMN duket që ta mbështet kandidatin e pavarur të cilin e mbështet edhe Vleni. A ka zoti Sela apo Aleanca apo AKI-ja ndonjë marrëveshje me LSDM apo parti tjera për zgjedhjet e 9 tetorit për Strugën? Marrëveshjet bëhen publike kur ekzistojnë. Apo. Por nga ana tjetër, e dini si, parapëlqej e thash në fillim, që gjërat kur thuhen e vërteta është një dhe e thënë e tërë. Në qoftë se nuk thohet e tërë, s'është e vërtetë, është gënjeshtër. Apo. Kështu që ne vazhdojmë fatkeqësisht të përmendim termin kandidaturë e pavarur, për krahin kandidaturë të pavarur, por kjo është një gënjeshtër e madhe. Për shkak se unë nuk shoh kandidaturë të pavarur, kur akoma pa dalë dhe pa shpreh kandidaturën dikush, del Vleni dhe thot kandidati joni i pavarur. Apo. E imagjinoni se çfarë absurdi është kjo. Dhe pastaj shpallet kandidatura Gjoja e pavarur dhe përfundon në konvent të kësaj partie që thot kandidatura jone e pavarur. Apo. Dhe në mesin e kujdi unë po them 20 kandidatëve që mund t'i ketë ky koalicion, ka 15 prej tyre nuk marrin drejtën që të mbajnë fjalë në konvent dhe zën hapësirë një kandidaturë pavarur. E kuptoni, kështu që nuk kandidaturë më të varur nuk ka. Pra thoni që nuk është i pavarur. Po jo, pra nuk është, po kjo është punë, më vjen keq që ta them, po kjo është detyrë juaj si gazetar. Se them nga goja ime si politikan, kujdi unë mund perceptohet po ja unë kundërshtar politik dhe bëj betejën. Nuk është e vështirë gazetaria del dhe ti thot, zotëri, ti nuk je kandidat i pavarur. Dhe t'ja përmend argumentet. Ç'kërkon një kandidat për kryetar komune,
të marrë pjesë në promovimin, ta marrim segmentin tjetër tani, në promovimin e një investimi qeveritar, që është i gypave të azbestit, në Strugë dhe i merr pjesë aty. Ose në lëshimin e një segmenti të autostradës Kërçov-Ohër dhe i merr pjesë në lëshimin e këtij segmenti. Do thotë, më kandidat i varur nga qeveria nuk ka. Më vjen keq që unë duhet të zbërthej këto fenomene, ndërkohë që realisht është punë e gazetarisë. Dhe duhet thënë e vërteta ashtu, asgjë të keqe s'ka në fund ditës, asgjë. Njëri përcaktohet del diku edhe thotë unë jam filani. Por kur gjërat nisin me gënjeshtër, të gënjeshtër ta përfundoj. Ky është parim jete, jo vetëm politike. Apo Po mbështetja e zotit Erko ndaj një listë të përkëshilltar të pavarur, a do ta dëmtoj kandidatin e juaj? Po nuk e besoj që do ta dëmtoj kandidatin ton që e kemi për Strugën, për shkak se kandidati jon për Strugën del me imazhin e tij, me emrin dhe mbiemrin e tij, apo dhe i cili kërkon përkrahjen e qytetarëve të Strugës. Apo nuk shtiret, është kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, koalicionit, ka përkrahjen e plot të partnerëve të koalicionit, për një individ të caktuar kanë drejtë edhe të nxjerrin listat të tyre, kjo është demokracia në fundit. Po ja. Ju Zdresela keni kandidat në Haraçin, Strugë dhe në Dibër. Po. Si mendojnë se do të jetë rezultati në këto komune? Posaçërisht ndoshta për komunën e Strugës, duke pasur një rëndësi jo vetëm elektorale, por edhe simbolike për shkak se ju si lider vini nga kjo komunë. Të thuash lider dhe ta vendosish në kontekstin e një fshati ose qyteti, s'është lider. Kështu që jam as jam lider. Ju jeni lider, po lidhja me vendbanime apo fitoria në vendbanim i jep edhe peshë dhe... Dëgjoni. Fatkeqësisht kjo është mbrapshtia e politikës tonë këtu. Nëse unë do veproja me logjikën e një lideri që lidhet me vendlindjen e vet dhe vetëm të vet, atëherë unë do të vazhdoja të jem sot e kësaj dite kryetari i komunës Strugës. Në 2017 nuk kam qenë kandidat i komunës Strugës dhe kam fituar në mënyrë absolute gjithë në raundin e parë me një diferencë diku rreth 2500 vota, plus në raundin e dytë në çdo vendbanim shqiptar 3-1, 4-1. Por unë kam bërë kompromiset e nevojshme në mënyrë që të bëj organizat politike. I vetëdijshëm që rrezikoj veten time dhe përpasoj zgjarova partinë në zonën 6 e fitum Gostivarin, apo fitum Bogovinën, fitum Vrapçishtën. Dhe tash zakonisht njerëzit e harrojnë sakrificën e tjetrit. Po, siç ndodhi pastaj mbrapa. Parimi i legitimitetit është me rëndësi. Dhe legitimiteti im buron nga shqiptarët, s'kam pretenduar të burojnë nga dikush tjetër. Prandaj thash në zonat shqiptare unë ka fituar 3-1 e 4-1. Por ku do të dalë? Është shumë i dëmshëm fenomeni i ndarjes së shqiptarëve në krajina e qytetit. Kur ti thuash vetes kryetar partie, lider partie, nuk guxon që të krijosh përshtypjen që je i lidhur vetëm pas vendlindjes dhe vendbanimit, që kurse më ka mungu përkrahja realisht, apo. Kështu që në këtë drejtim unë vlerësoj që unë jam prej Strugë, po atë se jam prej Shkupi, e prej Gostivari, e prej Tetove, e po atë se jam prej çdo, prej Manastiri, e prej Prespe, e prej çdo vendbanimi tjetër ku jetojnë shqiptarë. Tani, ky dimension sa do i mbrapsht, që është, njerëzit e përdorin për propagandë politike, dhe pastaj to akuzojnë për lokalizëm, se ne duhet ta zgjedhim tani, a është i mirë lokalizmi apo jo. Borët për rrethonave. Jo, pra, si përshtatet në aspektin politik. Si fenomen për ju, ja unë po bëhem gazetar, a është i mirë, a është i mbrapsht lokalizmi? Po besoj që është i mbrapsht, dhe në ka sjellë jo pak pasoja. Atëherë është i mbrapsht. Apo me këtë logjik flas, që lokalizmi është i mbrapsht. Dhe nuk duhet ta përligjim të njëjtin, ta legjitimojmë si koncept. Sepse këto janë edhe tendencat e disa klasave politike
që të na shndrojnë në subjekte politike më hallash e qytetësh. Këtu e ke përgjigjen e fenomenit që bërë si krahasim parë që Izeti kthehet në Çajir, Bilalli kthehet në Tetov, për shkak se këto janë pjesë e këtij plani që të na përçajnë në basa krahinore. Po di unë vëmëroja me qëllimet e veta, e qytetësh, që mos kemi një vazhdimësi organizimi politik prej Likove deri në Struk, që realisht është Aleanca për shqiptarët, Debatia, këtë lloj dallimi kanë nga këto. Dhe këtu e keni edhe përgjigjen se pse mundohen që pse nuk e kam problem Strugën as pak, dhe janë të gatshëm të përkrahin gjoja kandidaturat pavaruna, sepse atyre intereson tezga e tyre. Sepse kur hynë në këtë konceptin e bërjes politik më hallash e qytetësh, as pak nuk ndryshon nga tezga në treg që e nxjerr një tregtar. Çdo respekt për tregtarin, se atë po mban ai. Apo. Kështu që në këtë drejtim, ky fare nuk dallon kjo lloj sjelljeje e politikanëve më hallash e lagjësh nga një tezgaxhi që i nxjerr specat e patatët dhe i shet. E kështu të shet edhe interesat kombëtare për nevoja personale dhe xhepit. Duhet ta kuptoni një gjë. Ne jemi në një moment shumë të rënd politik, si shqiptar. Një lider partie që i thot lider vetës, jo që duhet ketë kujdes për të tanishmen, po duhet ketë më tepër kujdes për të ardhmen. Çfarë lloj koncepti politik fuqizohet në të ardhmen dhe në ç'drejtim do t'i orientojë shqiptarët ky koncept politik. Pse zotër Sela mendoni se shqiptarët janë në një pozitë shumë vështirë tani? Janë në një pozitë të vështirë tani për shkak se këto janë gjërat që po na ndodhin. E para punës, ja po shkojmë me radhë. Atë shkel rënd legitimiteti vitin e kaluar. Dhe kur të flasish për legitimitetin, nuk është, ku di unë nuk e marr dimenzionin se kush është në qeveri dhe kush s'është në qeveri. Po marr dimenzionin e shkeljes së të drejtës tënde, dhe në qoftë se zbërthejmë simbolikisht, kur ta shkel legitimitetin një mandatar e përkthyer ndryshe, e din ç'do të thotë, aq më tepër që ti themi gjërat siç janë, apo në zgjedhjet e kaluara, qeveria u bën një javë ditë përpara se të mbahen zgjedhjet, apo? Si sot, për shembull. Zoti Sela mund të pretendojë se ne kemi votat e shqiptarëve, kurse Fronti Evropian gjirin e saj ka pasur parti nga etni të ndryshme. Amo këto janë lafologji, loj fjalësh në mënyrë që të errësohet e vërteta. Po unë zbërthej fenomenin, tash 137.000 vota janë 30.000 vota më tepër se 107.000 vota. A mund të jenë këto partive tjera etnike? Jo, nuk janë. Prit ta them një të vërtet njëre para punës. A është e vërtet që koalicioni u bë një javë përpara se të mbahen zgjedhjet? A është e vërtet që mandatari Kristian Mickovski u taku me komponentët e Vlenit dhe shpalli koalicion, qeveri, akoma si ishin mbajtur zgjedhjet? A është kjo e vërtet? Ta përkthejmë pak. E di ç'do të thotë kjo? Për juve, si qytetar, dhe për mua do të thotë, sikur t'ulet tjetrin 4 sy shqiptarëve dhe thotë, "Ore, bëni ç'doni ju." S'pyet kush për ju. Voto këtë duhesh ti, se s'ka asnjë vlerë për mua. A i bie kështu? Se unë e kam vendosur dhe e marr qeveri. Apo? Pastaj, a i ripërsëriti zgjedhet kjo qeveri që ti ule numrat. Ja po i heqim votat, se edhe ato janë matshme në çdo fshat e vendbanime ku jetojnë dijet në Maqedoni. Shumica e vendbanimeve janë pastra, etnikisht. Dhe mund të shihet aty kush e ka legitimitetin. Po të hymë ke kjo temë lodhshme e gjithë. Unë kam pa plot analiza matematikanesh, po janë votuar, ku e di unë, 200 e sa mi, më përpara janë votuar kaq, janë votuar aq, dhe e fshehin realitetin tjetër. Pse nuk llogarisin se marrin për bazë zgjedhjet e 2016-s, ama nuk përmendin komponentin shqiptar që i votoi LSDM në aso kohë. Zoti Sela, për dal në shifrat që duan vetë. Aq i fuqishëm.
Pse duhet që të merret e ngjirin e vet parti nga komuniteti turk, nga komuniteti bosnjak, nga komunitete të tjera? Dëgjoj, tash po kalojmë prej temën te. Realisht. Ta themi një të vërtet madhe. Në Maqedoni ekziston një front i madh politik, kushtimisht thënë i përplasjeve dhe ideve politike në lidhje me të tanishmën si është organizuar Maqedonia dhe të ardhmen se si duhet të organizohet Maqedonia. Dhe ky front i madh politik është ndërmjet bllokut maqedon politik dhe bllokut shqiptar. Është e vërtetë kjo. Si dy barësi etnike më të mëdha në vend. Dhe këtu ke përplasje rreth politike, shqyrtyrë politike, apo rreth idesë se si duhet rregullu sistemi juridiko kushtetues i vendit, a është i rregulluar mirë ose jo, si duhen trajtu shqiptarët, si duhet trajtu kjo 1/3 e numrit përgjithshëm të popullatës që fatkeqësisht këto bloku maqedon mundohet na quaj si pakicë, realisht nuk mund trajtohet si pakicë kjo 1/3, po të dalim te tema, ke pyetja që bëne. Dhe ke blokun politik maqedonës dhe komunitetet tjera që gabimisht në qoftë se ky front politik bjen, kjo betejë politike e dy bllokeve shqiptare dhe maqedone bjen, hum betejën njëri nga bloku politik shqiptar në këtë rast, prandaj janë të rëndësishme edhe këto zgjedhje, se këtë po bën VMRO-ja duke përkrah vlenin e kandidatët e vlenit e gjithë, duke don ta godas këtë front që e mbajnë shqiptarët nga 30 vite e më tepër, ta mposht e në qoftë se bie ky front, s'pyet kush më për barësitë më të vogla etnike. Apo, kështu që gabimisht deri tani, barësitë tjera etnike si turqët, romët e tjerë, kanë qenë të rreshtuara qoftë me LSDM-n, qoftë me VMRO-n, sepse realisht ja ti marrim ato që kanë ndodhur në kaluarën. Nga marrëveshja e Ohrit, a përfitojnë turqit? Përfitojnë gjithë bashkitë etnike. A, të lutem. Edhe këto të voglat, apo? Kush e solli marrëveshjen e Ohrit? Cila bashki etnike? Shqiptare, apo? Edhe të drejta gjykësore, edhe të drejta punësimi, edhe çdo të drejtë që e kanë fituar, shqiptarët e kanë fituar, edhe të drejta kulturore, edhe badenterie, gjithçka kanë fituar. Pse edhe pas 24 viteve nga lufta e vitit 2001, vazhdojmë të trajtojmë temat e njëjta të marrëveshjes së Ohrit? Sepse nuk janë zgjidhur. Nuk janë zgjidhur, mos pretendo të them që ka përfunduar. Edhe unë nuk mendoj që një politikan dhe një lider në plot kuptimin e fjalës duhet të mbyllë temat, se kush ja mund të mbyll temat politike që kanë bëjnë me jetën vet, për një të ri i cili sot i mbush 18 vite dhe ka një këndvështrim tjetër se si duhet ta zhvillojë jetën e tij. Në vendin e tij në fundit, apo jo. Kështu që pa kalu këtë temën tem, sepse kjo pyetje që më bëre, unë përsëri bëj apel, të gjitha komunitetet duhet të jenë të rreshtuara në bllokun shqiptar. Ai koalicion u bë, unë nuk them që u efektu në vota, sepse gjatë vite është punu nga sistemi që t'i friksoj ato njerëz. Ne për shembull, ja po marrim Partitë Turke. Sa këshilltar marrin Partitë Turke në Maqedoninë Lindore? Sa komuna fitojnë ato atje? A gëzojnë të drejta turqit Maqedoninë Lindore njësoj si që gëzojnë Maqedoninë Perëndimore? Përgjigjja është jo. Ke shumë turq Maqedoninë Lindore edhe të drejtën që garantohet me Kartën Universale të Drejtave të Njeriut e implementuar dhe ratifikuar në parlament dhe si e tillë e shkruar edhe në ligjin për arsimin fillor të mesëm, ato nuk mësojnë sot e kësaj dite në gjuhë turke. Zoti Selam, ndoshta do të kalojmë një temë tjetër. Pyetja që kam bërë. Mos kalojmë sepse kjo flet shumë edhe për veprimet që ne kemi bë, por edhe për qëndrimin që duhet ta mbajnë të bashkëqytetarët tonë në të ardhmen, sepse ne vërtet jemi të interesuar që secili të gëzojë atë që është elementare. E vuajmë vetë, sepse vazhdimisht si shqiptar jemi të goditur
vetëm sepse jemi shqiptarë. Asnjë shkak s'ka qeveria aktuale që të godas ligjin për përdorimin e gjuhëve, unë vetë kam qenë një ndër përbilusit, asgjë s'ka antikushtetuese ka e ligj, ka vetëm averzion ndaj gjuhës tonë, ka vetëm edukim, se më pyetët ku ka dështu kjo qeveri. Pra, ka më të merë që do të edukoj se si të sillesh Maksim Dimitrievski. Do të tregoj se në çfarë gjuhë do të flasish, e do të mësoj çfarë do të mbajsh këtë tavolina jotë, çfarë flamurje, çfarë simboli, që në fundit është e lejon edhe kushtetuta edhe ligjet ekzistuese të Maqedonisë së Veriut, kështu që ne mund të hapim plot tema, po kjo është e vërteta që ne e themi. Zoti Sela, cilat janë raportet e juaj me zotin Taravarin? Dhe a ekziston mundësia e një ribashkimi të aleancës për shqiptarët? Lutem, këtë temë e kam lënë unë në të dhe do zhvillohet në bazë zgjedhjeve lokale, sepse atë që është konsumu si temë nuk kam raporte unë me zotin Taravari. Unë zotin Taravari e bëna kryetar partije, me idenë që në vizionin tim, unë kur s'kam mendu që partitë duhet t'jenë me një kryetar partije të përhershëm, që të ketë 1, 2, 3 ish kryetar partije, që kauzat tona t'i transmetojmë nga gjenerata në gjenerat. Unë jam politik rezultati transmetimit të këtyre kauzave, jo nga parti politike, po nga stërgjyshe, gjyshe, babe, daj, apo, kjo ka qenë forma në atë kohë. Unë vi nga një familje që ka qenë persekutuar politikisht gjatë gjithë ish Jugosllavisë, dhe tani jemi në kohën më të mirë, dhe ne duhet të kauzat i transmetojmë gjenerat pas gjenerate, pa dëmtuar bazën e një organizimi politik. Fatkeqësisht, u desh vetëm një vit mos jem në krye të partisë politike dhe të ketë ndërhyrje nga jashtë për të shpërbërë një organizëm politik shumë të rëndësishëm, që mbante shumë balanca dhe që do rikthehet, nga që i kam hyrë kësaj pune unë përsëri, por e dini si, ne jemi në një koalicion të përbashkët për të parandaluar një të keqe më të madhe, këto tema mbas zgjedhjeve lokale. Po, edhe një pyetje që lidhet me këtë temë. Si komentoni deklaratën e Erben Taravarit që dha para disa muajve në Kumanov, i cili tha se aleanca e vërtetë për shqiptarët gjendet në Vlenë? Si? Aleanca e vërtetë për shqiptarët gjendet në Vlenë, pra është pjesë e Vlenit. Po tani, dëgjoj, unë mund t'i ndjek deklaratat sa e ndrojnë pozicionet. Aleanca e vërtetë e shqiptarëve është e shqiptarët një. Aleanca e vërtetë për shqiptarët është në tek ato politikanë të Aleancës për shqiptarët që me asgjë nuk i kanë gabuar shqiptarët. Me asgjë hiç. Që ekziston nga 10 vjet në skenën politike dhe shqiptarëve vetëm se janë munduar dhe u kanë sjell gjërat mira. Kanë qenë serioz në premtimet që u kanë dhënë, përmenda disa, e shumë tjera antarësimin e vendit në NATO, kanë qenë element kyçe, miratimin e propozimit francez që erdhën deri te ndryshimet kushtetuese për të vazhduar Bashkimin Evropian. Kjo është aleanca për shqiptarët, nuk është pronë ndonjë Vleni ose është këtu ose është atje. Është tek njerëzit që nuk harrojnë vujtjet që i kanë heqë shqiptarët para se ne jemi shqiptarët tani që bëjmë politikën. Nuk harrojnë sakrificën e mira vite burg që i kanë bë shqiptarët në ish sistem. Unë i kam familje, dikush tjetër i ka dhe në familje, jo për nevoja personale, po për nevojën e përgjithshme, kombëtare. Së është vërtet informacione që po qarkullojnë se keni krijuar një parti të re lidhje shqiptare. Dhe të ja përgjigjen tamam deri në fund të kësaj. Dhe të gjithë ato që kanë sakrifikuar edhe në kaluar, e din që Aleanca për shqiptarët ka kuptim vetëm në qoftë se udhëheqin njerëz të tillë. Dhe jo të rastit që nuk e din, nuk e kanë ndjen në likur këtë lloj sakrifice. Urdhoni tani.
Pyetja që kam është, në opinion dhe në mediat kanë qarkulluar disa informacione se zotëri Sela ka një parti të re, Lidhje Shqiptare. Sa është kjo e vërtetë? Dhe a ka hequr zoti Sela dorë nga Alianca për Shqiptarët? Lidhja Shqiptare është shumë emër i bukur, apo me këti subjekti politik të ri, unë nuk kam hequr dorë, nuk jam kryetari i atij subjekti, unë nuk kam hequr dorë nga Alianca për Shqiptarët, sepse është diçka që e kam krijuar vetë, me shumë mundi, sakrificë, me bashkëpunëtor e me njerëz, por barrën kryesore të krijimit të atij subjekti politik dhe çmimin kryesor e kam paguar unë, dhe ju e dini, gjithë shqiptarët e dinë, apo? Dhe dini si është ai fenomeni që realisht çojnë në ato ndodhi që i ndodhen Aleancës për Shqiptarët. Aleanca për Shqiptarët për mua është si fëmija që e ke rrit, e ke bët gatshëm, përballet me jetën, në rastin konkret me politikën, dhe unë nuk heq dorë për Aleancës për Shqiptarët. Zoti Sela, Alianca për Shqiptarët është fituesja më e madhe e kandidaturave në këto zgjedhje lokale, duke marrë parasysh se ju keni marrë 3 komuna, zoti Teravari 3 kandidatura për komuna, dhe Arben Fetaj ka marrë 2 kandidatura. Pra gjithsej, Alianca për Shqiptarët... Ç'lidhje ka Arben Fetaj me Aliancën, se kuptoj? Po, pretendimet e tij, siç bën në pyetje edhe më herët, Balejme pretendimet e tij. është se është lideri i Aliancës së vërtet. Alianca për Shqiptarët ka disa gjenerata që janë marrë në politikë dhe që kanë ardhur. Alianca për Shqiptarët ka pas fillimet e veta në vitin 2014. Alianca për Shqiptarët ka pas vazhdimsinë e saj në vitin 2016 pas zgjedhjeve parlamentare. Alianca për Shqiptarët ka pas njerëz tjerë që erdhën pas 2017-s, kur Alianca u vesh me pushtete, me gjithçka. Alianca për Shqiptarët u pasuru akoma më tepër njerëz në vitin 2020, kur arritëm 12 deputet për një periudhë kaq shkurtër dhe me një rritje kaq të madhe. Kështu që njeriu që ju apostrofoni është vetëm njeriu i cili erdhi dhe kapi një pushtet fal Arben Teravarit, sepse unë, përsa ko kam qenë unë, ka qenë diku ke dera, dhe jo i rëndësishëm, për shkak të kaluarës së tij, që unë ja njihja të dyshimt, edhe në zhvillimet, në vetëvendosje, e tjerë, dhe njerëzve të tillë, sado që, unë nuk them që gjithsecili nuk ka edhe një pikë vlere në vetën, apo jo, por njerëzve të tillë unë çdo herë i trajtoj me kujdes dhe i mbaj më në distancë. Kështu që s'ka asnjë logjik tani do thirret personi që ju apostrofuat apo dikush tjetër që ka qenë këshilltari Nikola Gruevskit të jetë themeluesi dhe i vërtetë i Aleancës për Shqiptarët, se shkon emri që mban Aleanca me të kaluarën e tyre që kanë bërë. Zoti Sela, cilat janë arsyet që mendoni që kanë ndikuar në ndarjen apo mund ta themi shpërblem, po në ndarjen realisht Aleancës për Shqiptarët? Mbas zgjedhjeve, ju lutem, unë nuk du, para pëlqej çdo herë të them të vërtetën dhe mos shtirë. Kështu kam qenë çdo herë. Kështu që duke mos dashur që të hyj në sapët e dikujt për të bërë lajme, që ku di unë, koalicioni kështu, koalicioni ashtu, Alianca për kombëtare për integrim këta ose ata, këto tema i kemi trajtuar, mund t'i merrni incizimet që i kam thënë nga e kaluara, i keni përgjigjet, këto tema mbas zgjedhjeve lokale. Cili është raporti i zotit Sela me Ali Ahmetin, duke pasur parasysh se ai ka qenë një nga kundërshtarët më të mëdhenj politik? Natyrisht që në politik ka kundërshtar, siç ka edhe alat. Ka momente kur je në tabore ndryshme, ashtu siç ka edhe momente kur je në tabore në partneritet me njëri tjetrin. Unë, këto aktor politik që janë në skenën politike, unë në një moment caktuar kam pas edhe koalicion. Kështu që tani jemi në një koalicion me zotin Ahmetin për zgjedhjet parlamentare dhe lokale tani më, dhe janë raporte korrekte të një partneriteti dhe partnerësh koalicioni. Asgjë më tepër,
dhe asgjë më pak. Apo. Unë raportet të tilla kam pas edhe me partnerë tjerë që sot janë kundërshtar politik, kur nga ana ime nuk ka pas shkelje të zotimeve që i kemi marrë ndaj njëri tjetrit, kuptimin obligimeve si partner koalicion, ka ndodhe kundërta. Jam tradhtuar nga ana e këtyre që kam pas, e tani raportet deri tani do t'i vlerësoja korrekte me zotin Ahmeti dhe me PD-in, shta sjellja ardhmja, unë nuk mund t'a di. Është gabim të gjykohet politikisht shumë më herët se sa të ndodhesh para një momenti politik caktuar. Ju më herët keni deklaruar se keni pasur oferta që të bashkoheni shumicës parlamentare. Nuk më këtë e thot shumica vetë parlamentare, dhe ato vetë e përmendin, dhe ato në kuadër të kampanjës vazhdimisht e thonë që Sela do bëj këtë, do bëj atë. E vërtet është që po, ka pas oferta, por ofertat për mu të tipit sa ministrie, sa drejtoria në tullëta, Alianca për shqiptarët, e vërtet. Nuk ka bë pazare ministrash, kur nuk ka bë pazare drejtorish, ose këto janë dytësore, se për t'i implementu politikat duhet t'i kesh edhe funksionere, kur është ullë dhe është folë me Aliancën e vërtet shqiptarëve, dhe të vërtetën, edhe sot, folet për platformë. Për atë që qytetarët e kanë votu me votë. Kur qytetari në ka votuar në 2016 në 5 shtyllat kryesore që ka pas Alianca për shqiptarët, ti nuk negocion më me zgjedhjen Selën, po flet me ato 5 shtylla që i kanë votu qytetarët. Unë për këtë fenomen të fola edhe për zgjedhjet lokale parë. Do thënë, kur çdo që është kandidati, brenda atij kandidatit Aliancës është fryma, që demokracia është në seriozitet për para premtimeve që i jep dhe duhet t'i zbatosh. Kështu që, edhe në të kaluarën, edhe para zgjedhjeve, por edhe në çdo moment, me Aliancën për shqiptarët, fillimisht duhet bisedosh në qoftë e serios për kauzat dhe për platformën e saj. E pastaj mbrapa mund flitet për tema tjera. Po mendoni se problemi i qeverisë është orientimi dhe jo postet? Po natyrisht, shumë e rëndësishme. Po çka jetin qeveri në qoftë se je zotuar për para qytetarëve që do heqish 20% dhe ti nuk e heq. Po çfarë jenë qeveri? Sot neve çdo ditë na ndërtohen kauza, sepse në tendencën e VMRO DPMNE-s për të na zhbë si popull politik dhe për të na zhbë të drejtat politike që kemi arrit gjatë kësaj periudhe, për shembull një ndër kauzat e Aleancës për shqiptarët në të ardhmen, që unë e kam thënë, sepse e vërtetë në formën si i paralajmëroi Kristian Mickovski kur ishte në opozitë dhe u mundu që t'i zhbëj këto drejta nëpërmjet gjykatës kushtetuese në mënyrë që nesër të thotë, jo, nuk kam kundër shqiptarëve. Gjykata kushtetuese e bën. Dhe ti kur të flasish me faktorin ndërkombëtar, secilin, edhe ato njësoj e kanë parimin si këtu ke ne. Thonë, jo, ka fol gjykata kushtetuese, ne s'mund komentojmë. Apo? E tani, gjykata kushtetuese e ngarkuar e tipit që është këtu te ne, apo, që vendimet i sjell, si ishte vendimi i balancuesit? Etnikisht i ndarë vendimi i gjykatësve të gjykatës kushtetuese. Shqiptarët që votuan, pse deri tani nuk krijon mos kalojmë, vetëm po mirë, po këtu du dal, mekanizmat krijohen në momentin që krijohet një problem. Apo krijohet një precedent dhe ti pastaj e rregullon nëpërmjet një ligji. Këtë bën partia politike. Domethënë, duke pas parasysh formën se si ai ti shbën të arrirat, dhe po të hysh në vendimin e balancuesit, ai krijon para kushtet që nesër ta zhvlerësohet Badinterin i ka kriju. Se ç'thot vendimi për balancuesin? Vendimi për balancuesin thot përkatësia etnike është çështje qefi. Mund zgjohesh mëngjes shqiptar, ndrek maqedon, dark turk, pastaj në mbrëmje të përfundosh serb. Kështu thot. Ç'bën vleni me ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuate keni lexuar? Të njëjtën që tha gjykata kushtetuese. Edhe mundohen të paraqesin mashtrimin si të arrirë që nesër Maqedonët
politikanët Maqedonës do thonë ja ku keni edhe një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat çdoni. A është asgjë? Apo? Se vetëm e bën me ligj atë keqpërdorim që i bë është të balancusit. Asgjë tjetër, ti prap ke drejt ta ndryshosh. Edhe të bësh ka komision që të vlerësohet, po? Jo, s'ka komision. Ligji ku nuk zbatohet ka përgjegjësi. Dhe tani gjithë këto precedentet krijuar, ne na ndërtonin një kaos tjetër. Badenteri duhet të jetë në kushtetuese. Vetëm këtë formë do kemi garancë që në të ardhmen një ligj që është votuar sot të mos shfuqizohet mbas 20 vitësh. Apo aq më tepër që Badenteri si princip thot është në të gjithë organet e pushtetit. A është pushtet në vetvete dhe gjykata kushtetuese? Po. Badenteri nga ana tjetër që supozon që të rregulloj pengimin e majorizimit, që është i zbatuar në këshillat komunale dhe në parlament, po cila është kupola e vendimarrjes së gjykata kushtetuese? Po ç'kuptim ka kur këtë se ke vendos edhe në gjykatën kushtetuese? Prandaj është kjo një ndër kauza tjera që ne i kemi. Dhe të cilat duke qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit, çka do të ndodhe, apo cilat do të jenë hapat e ardhshëm nëse AKI arrin të fitojë numrin më të madh të votave në zgjedhjet e 19 tetorit? Cilat do të jenë hapat e ardhshëm që do të merrni ju për ta legjitimuar apo për ta shtrirë legitimitetin e shqiptarëve edhe në pushtetin ekzekutiv? Zgjedhjet parakoshme, rregullimi një herë për gjithmonë i legitimitetit si koncept me ligj, apo që fituesi tek shqiptarët, jo fituesi me fituesin, sepse fituesi tek Maqedonë është i rregulluar me ligj. Ai që fiton në Maqedonë merr mandatin, që do t'i rregullosh ti atje, apo jo? Fituesi tek komuniteti i dytë më i madh, si shqiptarët të jetë pjesë e qeverisë. Domethënë zgjedhjet e parakoshme, ku pjesë e saj do jenë edhe këto rregullime dhe hapja e perspektivës euro integruese, i cili është i bllokuar dhe që në qoftë se vazhdon të jetë i bllokuar, nuk i kontribon kohezionit të brendshëm, sepse krijon, dini si, kohezioni i brendshëm në kupton edhe qytetarë që kanë objektiva strategjike të përbashkët. BE-ja duhet të jetë objektiv strategjik i përbashkët edhe i shqiptarëve dhe i maqedonëve si dy shtylla kryesore që ndërtojnë edhe paqen, stabilitetin, por edhe mund ta destabilizojnë vendin. Apo jo? Dhe prandaj ne duhet të rikthehemi në rruga për cilën jemi marrë vesh bashkë, është Bashkimi Evropian dhe opsion tjetër s'duhet ketë. As bota sërbe s'duhet të jetë opsion, as bota tjetër që e qof largut. Po them me humor, nuk duhet të jetë opsion. Faleminderit shumë zoti Sela, ishte kënaqësi të bashkëbisedojmë ju. Faleminderit, kënaqësia ime. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët. Shihemi në emisionin e radhës këtu në Debat me Fakte.